Sot me organizimin e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Deka në Prizren, organizuan në Shtëpinë e Kulturës Akademi Përkujtimore në nderim të jetës dhe veprës së veprimtarit e veteranit të luftës Naim Krasniqi. U tha shumë për veprën dhe jetën e këtij personaliteti që i ka dhënë shumë Kosovës e asgjë nuk ka marrë nga Kosova. Lidhur me jetën dhe veprën e Naim Krasniqit ka folur Isa Berisha, kryetari i veteranëve të Prizrenit, i cili dhe tha se Naim Krasniqi ishte dhe mbetet emblema lavdisa UÇK-s. Kur e themi emrin e Naim Krasniqit, ne nuk përmendim thjesht një njeri, por një burr që deshi Kosovën dhe Shqipërinë më shumë se vetën. Një njeri që nuk pranoi të hesht kur duhet folur, nuk pranoi të ndalet kur duhet ecur, që nuk pranoi të përkulej kur të tjerët ishin detyruar të gjinjezohen. Ai ishte zë dhe zemra e kësaj toke. Ishte drita në kohë më të errta, ishte frymëzim, ishte udhërofyes, ishte ndër të parët që ndjeu thellë se liria nuk dhurohet, por fitohet me mund, guxim dhe sakrificë. Dhe ai i dha kësaj toke gjithçka që kishte, fjalën, mendjen, shpirtin dhe jetën. Ai nuk kërkoi kurrë titull, nuk kërkoi as duar trokitje. Ai kërkoi vetëm një gjë, lirinë e popullit të vet, dhe për këtë qëllim ai nuk kurseu asgjë. Ai ishte aty ku niste çdo lëvizje, e çdo përpjekje, e çdo betejë që nga ditët e para të celulave të ushtrisë të Kosovës për Prizren. Derisa evokime rikujtoi bashkëluftëtari i tij Sokol Dobruna, i cili tha se Naimi ishte dhe mbetet një personalitet që i ka shërbyer atheut. Gjithmonë ka thonë të vërtetën, edhe publikisht, pa ju tremb syri, sepse nga rënjet që u përmendën këtu të familjes, ishte i prirur që ta vazhdoj veprimtarinë e vet, gjerë në frymën e fundit. Nuk ka hezituar kurrë, edhe s'ka pas sukses askush t'ia ndryshoj mendjen, e lënë mo ta frikoj. Për trimërinë e tij flasin të gjithë ata që kanë njohur. Për sinqeritetin e tij, po ashtu. Për vullnetin që të realizoj dëshirën e popullit shqiptar për liri dhe pavarësi dhe bashkim kombëtar. Kryetari i Rahovecit, veterani UÇK-s Smaj Latifi, tha se Baca Naimi ishte një strateg dhe politolog shumë dimensional. Më mëdheu qanë për trima e burra, por jo për qyqar e tradhtar. Ka thënë adhetari i madh Hasan Prishtina, dhe ne nuk do të qajmë për Baca Naim, por do ta kujtojmë e nderojmë për atë që ai ka qenë dhe që ka përfaqësuar. Profesioni i tij, thënë kushtimisht, ishte adhetar që e deshi kombin deri në dhimbje. Këtë ka dëshmuar në vazhdimsi deri në frymën e fundit, baca ynë Naim Krasniqi, duke dhënë prova të forta atë dashurie deri në fund. Baca Naim u lind në një rajon ku besa, burria e puna me nder janë virtyte që e karakterizojnë njeriu në kësaj treve. Lindi aty ku lind e urrëtë dhe vigani i kombit, shkrimtari adhetar Sulejman Krasniqi. Në natën kur në Krusht të Madhe, ja dham dekoratën Ukshin Hoti, eruditit të ndjerë, shkrimtarit, publicistit, historianit, Mojkom Zeqo, besniku, djali i Bacës Naim, na rrafeu histori të pa dëgjuar me parë për të atin e tij. Në fakt, ne e dinim edhe më herët, po plot kishte që nuk e dinim. Në misionin pasqyrës në Angol, ishin takuar 2 shqiptarë të cilët ju shërbenin kombeve të huaja. Ukshin Hoti në atë kohë i shërbente diplomacisë, se ishte Jugosllavisë, kuptohet,
si misionari i paqes. Edhe ishte komandanti i UÇK-s dhe bashkëveprimtari Gjemshid Krasniqi, Fatos Aliu dhe Halim Koliqi kanë folur për veprën faktike dhe veprimtarinë e palodhur të Naim Krasniqi. Kemi pas një periudhë që nga vitet 90-91 e këndej, kemi pas një periudhë shumë të larmishme, ose si të them, një periudhë që vërtet Naimi ka qenë një ndër ata të cilët neve na ka udhëzuar se si dhe si duhet të shporren armiqt shekullor nga trojet tona. Ishte një ndër ata të parat Naimi që na ka stërvitur, na ka përgatitur për t'ja kthyer pushkën Serbisë dhe për t'i shporë armiqt nga vendi i jonë. Fronti na ka bashkuar në një moment kur Jugoslavia ishte pranë vdekjes dhe organizimi dhe përpjekjet për një organizim qëllimtar duhet të ishin në atë periudhë. Prandaj edhe në atë periudhë adhetarët në gjitha format dhe pranin dhe përpiqeshin që të japin kontributin e tyre. Por mbi të gjitha dijej se me shkatrimin e Jugosllavisë na pritte lufta e pa evitueshme. Naim Krasniqi dhe Okshin Hoti dhe Naim Krasniqi ishin misionar. I kishin dhënë mision vetes për lirinë e këtij populli dhe këtij vendi. Prandaj, kush ishte Naim Krasniqi? Ishte ai i pari që ushtroi jasharet, Shkelzen Haradinin dhe të tjerët, strateg ushtarak, general, arkitekt, ideolog, i heshtur, veprues, i palodhshëm, i çështjes kombëtare. Në emër të familjes ka falendëruar i biri i tij Besnik Krasniqi, i cili me këtë rast ka falendëruar të gjithë bashkëveprimtarët e babait të tij. E ikës në mshim të babait ton, dua t'i falenderoj të gjithë burrat e fshatit babait Bukës, fshat ky i cili ishte kështjell për babain tonë. Fshati babait Bukës ishte shtëpia e dytë e Naim Krasniqit. Në këtë fshat, veçu nga të gjitha fshatat tjera, Naimi i merrnin jetë strategjitë dhe veprimet e tij luftarake. Po në këtë fshat, fjala e Naimit bëhej betim e bëhej armë. Me respekt thellë, sot këtu para jush dua t'i përmend shokët e pandarshëm të babait ton, Zener Sadikun e Ndjer, Idris Hajdarin, Riza Osmanin, Ali Ukajn, Ram Talin, Bajram Zenunin, Sokol Miftarin, Hame Sadriun, të gjithë këta burra nga fshati i vogël për me zemër të madhe nga baba i Bukës. Të përjetshëm në kujtesën tonë, po ashtu nuk mund të muj ta kaloj pa i përmendur me nderim e respekt të thellë edhe Agim Lekën, Mustafa Litaj nga Hereqi, Agron Telakun, Gjemshid Krasniqin, Hajrim Qengajn, Lulzim Kabashin, Shani Berishën, Zafer Berishën, Bujaru Kemerin nga Korisha, Binak Zekën, Naser Berishën dhe shumë burrat mëdhej të kombit të cilët edhe mund t'i kem haruar sot pa i përmendur me këtë akademi përkujtimore. Në këtë takim kishte pjesëmarrës të shumë dhe bashkëveprimtarë që bashkëvepruan e bashkëpunuan me Naim Krasniqin, njeriu që i ka dhënë shumë Kosovës. Ishte dhe kryetari i komunës nga Suarika, Bali Muharremaj, e nga Raoveci Ismail Latifi, si dhe veprimtar e veteran të UÇK-s. Unë, Tiara, mbesa jote, mbaj kujtimin tënë si thesar në gji, në gjak kam krenarin, në zemër kushtrimin. Tina në sove se liria nuk dhurohet, ajo me gjak e me mund të madhe fitohet.